Sot me neve psikoterapisti klinik, jo, por psikoterapisti dhe psikologu klinik. Kështu është ajo mendja kur ngarkohet duket shumë dhe nuk i lidh këto. Me neve sot Arber Zeka. Arber, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta, Laura. Pra kemi knatësinë ta kemi sërish, kemi pasur gjatë gjithë javës dhe sërish edhe në vazhdimsi do të kemi psikolog klinik dhe psikoterapist, sepse vërtet janë të nevojshëm, sidomos për ta njoftuar më përsa afërmi me problemet e shëndetit mendor. Për mua është gjithë kënaqësi me komuniku me juve temat e tilla. Nuk isha si emisione, isha ma shumë si mision edhe si debat që na bashkë zhvillojna, sepse e rëndësishme është na me mësu diçka njëri prej tjetrit, pavarësisht temës. Kështu që gjithashtu të falenderoj live edhe përmes kamerës dhe përmes radios që t'i jap hapësirë kësaj teme, këtyre temave tilla, që janë jo pak nevojshme që njerëz me i vidisu, sidomos për gjendjet e tyre të brendshme. Sepse gjendjet e tyre të brendshme janë diçka që na pak merremi me to. Gjithsesi, për ndryshe punon në një institucion mjaft të rëndësishëm dhe njëkohësisht je edhe psikoterapist dhe psikolog edhe në burgjet e Kosovës. Kështu që diçka që është mjaft e ndjeshme që do të kemi veçanërisht të flasim, sepse duhet një leje veçantë për të folur për burgosurit në Kosovë dhe për gjendjen e tyre psikologjike. Fatmirësisht unë punoj si psikolog i burgut, edhe si psikolog i burgut në përgjithësi shëndetësia e burgjeve është diçka për mu marrë shembull në vendin tonë, sepse në çdo burg na kemi një mjek të përgjithshëm familjar, edhe gjithashtu kemi një psikolog. Shëndeti mendor në burgje, bazuar në departamentin shëndetësor të burgjeve, është tepër e rëndësishëm. Pjesa më e rëndësishme në shëndetësi janë shëndeti mendor i personave të burgosur, të paraburgosur. Edhe gjithashtu diçka që nuk dihet është sepse shëndetësia në burgje është e ndane prej sistemeve tjera, qoftë prej gjykatës, qoftë prej burgut, në mënyrë që na me ofru shërbime të pavarura. Kështu që prej vitit 2013 në burgjet, shëndetësia e burgjeve është e pavarur prej çdo sistemi tjetër, që na ato i shohim pacientat tonë vetë si pacienta dhe jo si vepër, jo për shkak problem që ata e kanë shkaktuar. Do thotë pa paragjykime, pa i paragjykuar për çfarë qoftë që janë duke vuajtur edhe dënimin. Kosova dhe 2 vende tjera në botë janë shembull që kanë shëndetësinë ndane prej sistemeve tjera. Pra ndër 3 vendet në botë, Kosova është në mesin e këtyre 3 vendeve dhe kjo po që është sukses dhe urojmë dhe shpresojmë që çdo kund në secilin institucion, në secilin vend, në secilin vend banim të ketë afër të kemi psikoterapist dhe psikolog, sepse vërtet janë të nevojshëm. Gjithsesi që do të flasim një ditë të veçantë për burgjet. Burgut na e shohim vetë si burg, po në jetën tonë të përditshme na zhvillojmë kanë një burg vetës tonë dhe e kufizojmë veten për plot gjana. Shumë e vërtetë. Edhe ndajherë nuk jemi edhe të vetëdijshëm se e kufizojmë. Për shembull kulturën tonë, kufizimi më i madh është çka po thonë tjerë për mua. Dhe këtë kemi, këtë vërtet e kemi dhe kjo është ajo që na bën edhe të stagnojmë në shumë fusha, sepse e izolojmë veten, e izolojmë ndoshta edhe atë potencialin ton të brendshëm që nuk e kemi vuja është pikërisht për shkak të paragjykimeve apo çka kanë me thënë të tjerët. Përderisa psikoterapia është diçka që vërtet ndihmon edhe liron. Për ata që po na dëgjojnë, çka është konkretisht psikoterapia? Psikoterapia është zhvilluar normal, ka filluar prej Freudit, kur ai ka filluar me asociacionet e lira bashkë me Jungun, me Adlerin edhe persona tjerë, dhe kanë krijuar një sistem trajtimit të problemeve të brendshme kushtimisht. Edhe aja nuk është ndalë në ato, ka vazhdu, në vitin 1990 është kriju deklarata e Strasburgut për psikoterapinë si profesion veti, i ndonë prej psikologjisë, i ndonë edhe prej psikiatrisë, anipse në vendet ku nuk kemi ligje për psikoterapinë, psikologët klinik edhe psikiatrat e quajnë veten si psikoterapist, edhe ata që kanë terapinë kognitive, biovirale, sjelljes, edhe ata e quajnë shpesh veten psikoterapist, psikoterapia është një profesion veti, cila trajton problemet e shëndetit mendor në një metodë të caktuar, edhe që ajo metodë është e caktuar, është e vërtetuar në aspektin shkencor. Pra, çush ka fillu, nashta ka fillu më pa si e rëndësishme, për shembull priftat, kur kanë marrë rrëfimet e njerëzve, kanë pa që kjo është funksionale kur komunikon, që është një terapi ku flasëm.
edhe çka që na flasme, bëjmë klientin tonë që me vendos na një pasqyre para tij dhe me ndihmu klientit që ai me I pa gjanat e veta, me pa problemin e vet, me dha kuptim problemit tina, edhe në çësi mënyre pastaj edhe mu vazhdu trajtimi. Sepse shumë herë në gjendje të rënduara kur jemi në aspektin të shëndetit mendor, edhe gjërat ndërsa I hiperbolizojmë ose edhe minimizojmë, kështu që nuk e shohim qartë vetëm dhe psikoterapia vërtet edhe ndihmon një gjë të tillë. Kemi dëgjuar të thonë që psikoterapistët fillimisht vetë duhet ta bëjnë një psikoterapi disa vjeçare, pastaj ta praktikojnë. Kjo është ideja se për shembull nëse përfundojmë psikologji, na shkojmë në një nivel akademik dhe ti merr një diplomë. Në psikoterapi, organizimi I psikoterapistëve ose çush ti bësh psikoterapist nuk është se ti merr një nivel akademik. Për shembull shkon në universitet, regjistron, kryen provime dhe tashmë je psikoterapist. Në psikoterapi, në çdo shkollë psikoterapeutike që ekziston sot, ti duhesh me shku patjetër në 600 deri në 800 orë teori, që do të me zgjat 4 vite minimumi, pastaj 250 ora ku ti përfundon terapi personale, ku I bën që para se ti me shku dhe me trajtu problemet dikujt tjetër, ti duhesh me trajtu problemet e tua. Ani pse shpesh njerëzit për shembull bëjnë humor me neve që na shohin pak se jemi çuditshëm. Vetëm mos më thuaj ajo fjala e popullit që rroba çepsat I kanë pantollat e grisura, kështu që mos ta pak për shaka. Ka diçka vërtet në këtë pjesë, edhe gjithashtu janë edhe 150 orë minimumi ku ti fillon tash me pas pacienta, fillon me pas klientat e tu, edhe kini mbikëqyrje që ti mbikëqyr punën tonë që ti po vazhdon. Në çet mbikëqyrje na vazhdojnë me e pas. Në mënyrë që kur punon shëndetin mendor, patjetër edhe si profesionist I ki hallet e tua. Gjithsesi, vështirësitë jeta vazhdon. Nëse ti nuk I ke trajtu dhe nuk vazhdon me I trajtu, atëherë sa I gatshëm jeti me trajtu dhe me ndihmu njerëzve të tjerë. Për shembull, pensojm, nëse ti ke probleme në çift, ke probleme me ashrën tone dhe vjen dikush që ka probleme të njëjta, ti kimi pasqyru veten tonë tek ai. Është më vërtet. Dhe përderisa ti thu, po më çka më najtur më shumë me këtë partner, hajt po ndohna, ti ke tendenca me thonë klienti tan me bashkë. Që e ke orienton totalisht. Që është keq këshillimi pastaj. Psikoterapia po ashtu nuk është këshillim, sepse në këshillim na I tregojmë njerëzve çka me thon, çka me bën, mirë po në psikoterapi na nuk I thojmë njerëzve çka me bën dhe çka me vepru, po e bëjmë ato që ai me I thon vetes vet me zgjedh veprimin e tina. Si një person që e ka kalu në Maqedoni shumë vite më parë psikoterapin, ishte vërtet fakti shumë interesant që me një pyetje ose me një fjalë vetme të psikoterapistit e gjeja vetë përgjigjen edhe u habisja edhe me veten që po e shoh qartë se ku është problemi, ku shumë herë mundem të qenë edhe tek vetja jonë që diçka edhe nuk shkon në rregull. Por ndryshe psikoterapia në realitet një diçka që është shumë e rëndësishme krijimit të psikoterapisë është se psikoterapia kur është kriju me sjell paqe në botë edhe brenda njerit. Dhe që kjo ka një ideja që kërkush se ka keq, po a dhe më mësu, jo për shembull mi pa anën pozitive, po me pa anën pozitive dhe negative, po e pa dhe që të pjesë negative ti më u përpish që mrena te me sjell një farë paqe. Mi po në herë dhe jashta neve ka shumë gjana të këqija që na ballafaqohen me to. Mi po më u përpish që na prej kësaj anës tonë të mrenshme me sjell paqe dhe pjesës të jashtme. Kështu që në realitet që kjo është misioni kryesor I psikoterapisë. Mos me pas na vështirësi dhe me jetun paqe me veten dhe me jetun paqe me tjerët dhe me gjithçka. Në cilat raste ndihmon psikoterapia tek cilat problemet shëndetësore dhe do të thotë problemet e shëndetit mendor ndihmon psikoterapia? Psikoterapia shihet si shumë e shtrejt, shihet si shumë e komplikuar, për shembull shihet edhe prej sigurimeve, edhe prej aty në politika, ata që I bëjnë politikat në shëndetësi, në këtë botën shihen si të padobishme. Në normal tash nuk po du me fol keq këtu për barnatorët, për psikofarmën, sepse normal ata kanë një interes të vetin, sepse në realitet efekti psikoterapisë e minimizon pastaj barnat. Dhe që është ideja në psikoterapi që na mos me përdor barna, mu largu pe vashmërisë barnave. Po prapë që na kemi barnat, sepse ato kanë një rol të vetën edhe kanë një rëndësi të vetën. Aty ku ndonjëherë është më e fuqishme se vetja. Sot nëse shohim përgjithësi mjeksi, dyqysh unë për veten time mendoj që mjekësia është e dështuar. Unë prap edhe vet jam profesionist shëndetësor, po është e dështuar në kuptimin e asaj që ti I kufizon shumë gjana. Edhe çka po funksionon, shpesh njerëzit po drejtohen te mjekësisë alternative. Çajnav
para se me përdor ilaçet, sepse më shumë po kem besim, më shumë po kem konfidencë me përdor çajin, se sa me përdor barnat. Ndoshta edhe vetë komunikimi, sepse diçka e panjohur që është për gjithë secilin prej nesh pak sa e frikshme. Shëndetësia ka 3 shtylla kryesore të cilat ju besoj shumë. Mu shëru, çdo problem sot shërohet prej aktivitete fizike, prej ushqimeve edhe prej meditimit. Dhe këto janë 3 fusha kryesore që ti dush me integru. Njëtën tonë përditshme, patjetër na duhet me pas aktivitete fizike. Nëse po kujdesemi për punën e ushqimeve, prapa apo ban domin e vet në organizmin tonë. Edhe gjithashtu meditimi. Tash këto 3 komponente në psikoterapi janë të integrume. Jo që na shkruajmë receta që ka njerëz me hunger, që njerëz me moj dietë, mi po në realitet që kjo është baza kryesore e shërimit të çdo problematike. Dhe e përmendë sidomos meditimi. E përmendë edhe punën e ushqimit dhe më bëri përshtypje, po e lexoja tashmë, po kemi qasje edhe përmes internetit, te pikrisht tek zorët ishte pikrisht edhe ajo, do të thotë, e gjitha që bëhet dhe që mundet me ndiku edhe në depresionin ton. Ishte shumë i habitshëm fakti se sa lidhje kishin zorët me depresionin. Në realitet truni është truni cilin na funksionojnë me ta, po truni 2 pastaj është lukthi, truni 3 është milqia. Në jo rastisht na thojnë që ato që te han edhe qashtu te ki me uni. Shumë normale sepse në lukth prodhohet një energji dhe na për me konë gëzushëm, për me konë të lumtur, na do të patjetër me marrë pas një energji. Një nutricionist na pa të thënë që ajo se çfarë han edhe je. Dhe ne u qeshnim pak me shaka, sepse ata që hajnë çokoladat shumë, një nga ato dhe unë, atër dukemi si çokoladë, por pak për shaka, por gjithsesi duhet kemi kujdes, sepse dëmi vërtet mundet me qenë i madh. Sot do të fokusohemi pikrisht tek psikoterapia trupore. Psikoterapia një shumë lloje të psikoterapisë. Po. Një ndër to është edhe psikoterapia trupore. Çfarë është psikoterapia trupore? Ndryshe për këtë çështje të tjera terapeutike, psikoterapia trupore integron edhe trupin, ose niset prej trupit. Jo që edhe tjera se përdorin trupin. Mirë, po në psikoterapi trupore trupi është kryesor. Për shkak se Wilhelm Reich, ai ka besu, sepse ai ka nis, dhe ai ka besu që ngjarjet tona jetësore ato bllokuan trupin ton. Sepse për shembull kur na kena një gzim ose kur kena një dhënë, kur kemi ngjarje të dëmshme, automatikisht na reagojna me trupin ton. Dhe që ky reagimi krijon një farë për Reichin krijon një farë mburoje në trupin ton. Dhe tash në psikoterapi trupore të merr me çit mburoje, na bëjmë edhe lirimin e çaty në emocioneve. Kështu që jo rastisht, për shembull sot nëse shohim trajtimet më të suksesshme, janë trajtimet ku përfshihet trupi, për shembull neurologjia, aktivitetet fizike, dhe këto gjëra janë tepër të rëndësishme mu përfshin në trajtim. Kështu në body psychotherapy, psikoterapi trupore, po më kjo është shumë e rëndësishme për neve. Ndryshe për çështjeve tjera, për shembull se flasim për gestalt psychotherapy, atë kemi si teknikë, kemi karrikën boshe. Kur flasim për psikoanalizën, i kemi asociacionet e lira ku ti shtish në një krevetë dhe flet për ngjarjet e tua. Në psikoterapinë trupore na kemi 3 teknika të veçanta dhe në bazë të këtyre 3 teknika pastaj vazhdon edhe trajtimi. Për shembull, teknika e parë është tokëzimi. Çka i bën tokëzimi ose grounding, i bën që me i vendos kom tokë. Ti fillimisht me vënë një kontakt me ambientin, me veten tonë, dhe kjo shpesh neve na mungon jetën tonë të përditshme. Për shembull, kemi shumë ngjarje, kemi shumë aktivitete, strese, shqetësime personale, dhe ti humb bendjen në çato menime. Dhe kështu që shumë është e rëndësishme se në çdo psikoterapi, po në psikoterapi trupore veçmas pjesa e parë është që na me të gëzu klientin ton. Pra qysh na kanë thënë plesh ty në herë. Si bëhet tokëzimi për shembull? Që ti kom tok, na kanë thënë. Po kom tok, po në rregull, tok nëse jemi, do thotë me këpuc, duhet me i hek këpuc. Nëse jemi me këpuc, atëherë shumë e rëndësishme na me një këpucën. Edhe nëse jemi të vëzitë, shumë e rëndësishme na me një. Si bëhet kjo? I kam tash komën në tokë, edhe duna me ndi. Nëse është e rëndësishme, nëse kishe mujt edhe me u mbështet në karrike. Domethënë duhem u mbështet mirë. Me u mbështet edhe komën me qenë. Okej, veç përpiqu me lan të lirë trupin tan, me lan të lirë dhe me një karrike. Apo mundesh me ndje karrikën, ose po mundesh me ndje komën. Po është tani veç po i ndjes që nuk i ndim zakonisht, nëse ju vënojmë mendjen. Tash e dyta më njëherë është me u pas kujdes tek frymarrja. Dhe me, tash nëse kishe mujt me rregullu frymarrjen. Ti është vetëm me shpërblim. Si rregullu frymarrjen, se më duket gjithë kemi këtë problem me frymarrjes. Për shkak se gutu me fol, gutu me kry punë, gutu me shumë zona. Që frymarrja thuhet që është më e mira me qenë nga pjesa e barkut.
Po tash veç që e përmenëm frymorën dhe përmenëm toksimin, apo është më e lehtë për ty? Sikur normal, po vret edhe po fokusohemi, besoj që edhe dëgjues njëjtë po dy teknikat e praktikojnë. para kanë toksimi dhe dyta ke frymorja, që janë tepër të rëndësishme në jetën Si tonë duhemi me u përditshme. fokusu në frymorjen? Po tash kjo si dohet është presion shumë i madh për mu. Jo presion i madh për mu, po tash na pyetja gjithë si dohet, janë çështje që vijnë prej trunit tonë. Se truni jonë vazhdimisht ka që si sinjalesh, për shembull nëse kena ankth, ai vazhdimisht pyetet çka po ndodh me ty. Tash ankthi është ndjenjë e çuditshme, ti nuk e din ka po vjen. Nuk është i pa kuptim, është ndjenjë e pa kuptimshme. Dhe truni vazhdimisht ka më pyet, çka është kjo? Çush kam e zgjedh këtë? Dhe sa kam e zgjat kjo? Tash që kjo është presion. Dhe në realitet krejt çka po kërkohet, veç nalo një herë, merr frym, që ti kam tokë, edhe nali menimet e tua. Nali menimet e tua është teknika e tretë. Meditimi është teknika e tretë ose flying Si kemi fantasy. mundësi me i ndalë mendimin, se po më duket është paksa e vështirë me i ndalë mendimin. Nëse ushtrojna në vazhdimisht me mrin një vedije më të madhe për trupin ton, një vedije më të madhe për ndjenjat tona, një vedije më të madhe për ato që na menojna, atë na kena me mujt me bën çdo gjë. Për shembull njëta, a kena bë pyetje kur kemi shku me marr këto lejen e vozitjes. Kemi bë pyetje a kam e ditë me vozit, a kam e ditë me rrusin e shpejtësive, a kam e ditë, atë kemi bë shumë pyetje për një diçka që tashmë është shumë e thjeshtë. Që i bën kemi shku dhe ai për mësuesi na ka mësuar neve çysh me vozit, ka dal në mënyrë mekanike na kemi mësuar vozitjen. Dhe tashmon vozisëm edhe as që evnojna menën që ka im të banë të vetura. E njëjta është me mendjen tonë, e njëjta është me trupin tonë, kur na rrinë në mënyrë mekanike, her pas here nalëm edhe vënojmë kam tokë, fillojmë një farë vedije për frymorën tonë, edhe gjithashtu edhe menimet, sepse na mendojmë që s'munëm i nalë menimet, po munëm i nalë menimet, ato janë tira, i lamë edhe vim, për shumë çka thujna në meditim. E mbylli syt, fillojmë me marr frymë, edhe lej menimet le të vinë edhe le të shkojnë. Lej le të vinë edhe le të shkojnë, sepse është diçka që ti s'mundesh me nal, nuk është në dorën tënde. Truni është i krijuar në çast mënyre që do të me prodhu menime. Po çka po tentojmë na mu nal çato menime. Lej le të vinë edhe le të shkojnë, sepse është shumë normale që diçka mbrana neve me pas shumë pyetje. Çaj është procesi i trunit. Çaj me bë pyetje. Po s'është patjetër ne jam i dhënë çdo përgjigje. Sepse Laura nuk përbohet vetëm për menimeve, ka dhe trupin, i ka dhe ndjenjat, ka dhe procese tjera që janë fiziologjike mrena për mrena, për shembull kalimi i prodhimi substancave tjera caktuar, nuk është vetëm menimi, nuk është vetëm mendja. Mi po mendja ka qatë rol që me gjyku, me analizu, me gjithë zgjidhje. Ajo është e fokusuar me gjithë zgjidhje. Mi po ka njëherë për ndjenjat tona nuk ka zgjidhje. Kështu që na duhet me u fokusu tash, apshesa e rëndësishme që në psikoterapinë trupore, fokusi te trupi, sepse nëse lejojmë trupin, ky din me bë mrekulli. Për shembull, nëse lejojmë, ky vetë i gjon zgjidhjet. Për shembull, kur e marr shumë shpesh shembull këtë çështjen kur ja dikujt në fyt, dhe na duke ushqy në sofër, edhe na ja him njerit për shembull mbrapa në shtëpi bam ose ngrejmë peshin. Atë sa ka më ndihmu kjo? Atë çfarë funksioni ka? Nuk ka një funksion caktuar që ka me ndihmu fytin me kalu ushqimi. Po mendja ka me shku që ka po ndodh të dhimbja, edhe trupi tash e merr vet rrugën e vet. Ose për shembull tek ankth ose te paniku po mxinet fryma dhe tek i mendjen që po mxinet fryma. Dhe fillon edhe rëndohet edhe më shumë. Tash në realitet është krijuar ndjenja që po mxinet fryma. Është krijuar ndjenja po mbien të fikt. Po nuk është ty trat fikt edhe nuk është ty nxin fryma. Sepse nëse nxinet fryma dhe karosa të urimi, ty ashtu kështu ka me trat lek, po ty s'po bën lek, ti veç pe krijon çat ndjen. Kështu që duhet më fokusu mendja dikun tjetër, me pas si normal edhe trupi tash ka me marr veten e vet. Kështu që trupat janë të mrekullueshëm nëse e lejon me bë mrekulli. Për shembull sidomos te paniku, nëse i gatshëm me lan me ndodh keq ato situata, nëse i gatshëm me lan me ndodh ato gjana, me rreziku, është që nuk po ndodh hiç kur gjë dhe ky ka dal adaptohet. Sepse na kemi mrana për mrana vetes, e kemi të krijuar sistemin e vet rregullimit, kështu që ky sistemi i vet rregullimit është sistemi më i mirë që na e kena për me u rregullu trupat ton, gjendjet tona të mbrëmshme, menimet tona më rahatu edhe plot gjëra tjera që neve na shqetësojnë. E përmendë sulmet e panikut, e përmendë ankthin, në cilat gjendje, në cilat probleme tjera të shëndetit mendor ndihmon psikoterapia? Psikoterapia trupore ndihmon në çdo problem dhe është shumë e veçantë në problemet që janë të lidhura me problemet psikosomatike. Psikosomatike i thojna problem për shembull te ankthi generalizuar, edhe te sulmi panikut, është i përfshin trupi. Edhe te depresioni është i përfshin trupi.
Ma ma përpara na kemi pas ndome diagnoza psikosomatike. Tashmë nuk i kemi të integruar të depresionet të ankthi. Kështu që veçmas të çdo problematik që trajtohet në shëndet mendor, është i veçantë body psychoterapia, psikoterapia trupore, sepse të ban që ti me kon aktiv. Edhe çka që të banit me kon aktiv dhe të përfshire a trupit e ban të veçantë në çdo problematik. Për shembull të depresioni na jena të mbyllën veten tonë, kena mungesë të energjisë, dhe kështu që me teknika të caktuara në psikoterapinë trupore, përmes frymëmarrjes, përmes lëvizjeve të caktuara, na e bëjmë që ai me kthy energjinë edhe me kthy motivin. Kështu që çka kena sukses në terapi, gjithë kena pas sukses nëse krijojna një stil të disiplinës. Në psikoterapi trupore patjetër kena me kriju një stil të disiplinës, për shembull të aktiviteteve, për shembull me aktiviteteve të jogave, ose teknika të caktuara që na do të me integru në terapi me klientat tonë. Kështu që kjo nuk mund të më thonë e veçantë çet pjesës në çet pjesës në çat pjesë, por në secilin rregullim. Madje është shumë e veçantë edhe të traumat. Për shembull traumat, përjetimet tona në jetë që kemi pas, që ato ngjarje patjetër janë rujt në pjesë të caktuar në trupit tonë. Dhe trupat tonë kanë me reagu në momente të caktuara në ndaj komunikim ose duke shikuar një serial, shumë e thjeshtë, duke ndëgjuar një këngë. Kështu që në psikoterapi trupore edhe traumat e ruajt nëna, sepse ky është qëllimi. Jeta jonë është e përbame për plot traumave. Edhe në psikoterapi na nuk i friksohemi traumave të mëdha. Trauma e madhe është për shembull një ndeshje, një aksident, një humbje e madhe e vdekjes, lufta. Dhe këto janë trauma të mëdha dhe janë përjetime tepër të mëdha. Tash nuk është rreziku shumë i madh për traumave të mëdha, për shkak se ti i vetëdijshëm që ke përjetuar diçka të dhëmshme. Mirë, po rreziku është për traumave të vogla, sepse ti nuk je i vetëdijshëm për to. Ato janë gacmus kryesor të gjendjeve tona me kësu gjendjen tona të mbrëmshme. Kështu që në body psychoterapi na të merr me çdo traumat e vogla që janë të bllokuar në pjesë caktuar në trupit, e bëjmë edhe që njerëzit me mri shërimin cilin ata po e kërkojnë. Mirë, po psikoterapi, shërimi nuk është një ilaçe, shërimi nuk është te psikoterapisti. Në psikoterapi shërimi nuk është te mjekët ose te çka do të qoftë tjetër. Shërimi është te vetja jonë. Kështu që na jena psikoterapist vetës, na jena mjek i vetës, na jena mësues i vetës, gjithçka që është e nevojshme na bëhemi për veten tonë. Dhe që kjo e ban të fuqishme pastaj psikoterapinë në çdo problematik shëndetësore me u ballafaqu me to dhe me zgjidh. Shumë mirë për shembull që edhe te problemet e mëdha sot, për shembull te kanceri, edhe te problemet tjera, mjekët sot janë vëdisuar dhe i referojnë njerëzit që me majtë psikoterapi. Sepse tash veçmas të një mos funksionim i disa qelizave, ose disa qelizat kushtimisht të korruptuara, në psikoterapi trupore na merremi me ato qeliza për mu munu me i ngjall edhe me i çkorruptu, me i shëru, që ato me shëru vetën e vet. Kështu që na besojnë shumë tek trupi, se trupi din me bë mrekulli, edhe kur është tepër atakun sidomos prej tumoreve të caktuara, na dim që vrasësi më i madh këtë rast është mendja jonë. Dhe kur na arrim me kontrollu mendjen dhe me fokusu qatë energji tek trupi, i ndihmojmë trupit tonë që ai me mri edhe qatë procesin e shërimit. Normal që nuk është diçka, sepse na kur kem halle, na kem nevojë që krejt problemet mu zgjidh, sikurse ti po e prek një dygme të caktuar. Për shembull, e shym, edhe në çësi mënyre fatkeqësisht shëndeti mendor, po dhe në shëndetin përgjithësi nuk ka. Edhe gripi, edhe virusat e kanë një proces të vetin shërimit. Ani pse virusi veç me çaj e shërojnë, veç me vitaminë C. Po prapë ka një proces të vetin, ka 3 ditë, ka 5 ditë që dush me prit. Tash shëndet mendor, problemet e shëndetit mendor, ky proces është pak më i gjatë, na duhet me kohë të gatshëm me ecë në çet proces. Mirë, po pavarësisht që është i gjatë, është shumë i rëndësishëm, sepse na mëson me u ballafaqu në jetë me çdo problematik tjetër që mund të më ardhë. Është i shërueshëm, por ndryshe çdo problematik faktikisht po flasim për ankthin, depresionin, sulmet e panikut, edhe pse te dikush mundet me zgjat më shumë, te dikush shumë më pak. Po tash këto na është një farë debati që na zhvillojnë dhe hala nuk e dim a janë smundja ajo, shëndeti mendor. Sepse kur thojna me u shëru, atëherë i bën që është një smundje, ekziston një smundje. Është shumë e vërtetë se rregullimet psikiatrike, rregullimet psikologjike janë rregullime, janë smundje. Mirë, pa ato e dojnë një kohë të vetën për mi caktu që janë smundje.
Mirë po të ke funit çka I bjen me pas probleme në shëndet mendor, stili jetës, ngjarjet jetësore, atëherë pse më merrën me një smundje, përderisa pe di që stili jam I jetës, ngjarjet e mia jetësore janë shkaktar të sajna. Atëherë veç ndroj stilin e jetës, filloj me bë diçka tre, filloj me merr më seriozisht me veten tim dhe që çto ka marrë shërimi. Sepse njerëzit për shembull sidomos tek çrregullimet e ankthit janë shumë prirur për pyetjet e tyre është kur ka më shëru, sa ka më zgjat. Këtë ka më varë prej personit. Kemi pasur mesazhe të shumta dhe kanë vretur edhe në rrjetet sociale sepse I postojmë këto intervista pastaj në Facebook, në Instagram dhe kryesisht më shumë kanë qenë të fokusuar te ankthi dhe te sulmet e panikut, që vërtet është shumë në secilin vend të botës, por thuhet që në mesin e treve njëri nga ata tre gjithsesi që përjeton të paktën një jetë ankth apo sulm paniku. Por ajo çfarë më bëri përshtypje ishin pyetjet e shpeshta, shqetësimet edhe ai stigmatizimi që mos kanë me mendu tjerë që jam çmend. Dhe pikërisht për këtë arsye edhe jemi mundu që të gjithë muaj dhe po mundohemi që gjithë muajin shkurt t'ia dedikojmë problemeve të shëndetit mendor, por ajo çfarë është ndoshta të themi pak sa habishme që edhe unë si moderatore kam kaluar në sulme të panikut edhe të ankthit dhe për hir të dëgjuesve që janë të lidhur ndonjëherë edhe me ne moderatorët, duhet të flasim haptas dhe pa na ardhur turp. Ankthi ndonjëherë din edhe me u rikthy në jetë, ku do të na ndihmoni edhe ju të na tregoni, ashtu si është më rikthyer mu kohëve të fundit, dhe ka 2 muaj që po luftoj me sulmet e panikut, një kohë ka munguar në punë të javë, po për shkak të përvojave të psikoterapisë, më është lecuar që të kthehem në studio. Çka nëse më merren mend ose nëse jam parahatshme në atë moment dhe është kamera po xhiron dhe këtë po e praktikoj edhe drejt për drejt edhe kur po kam momente të panikut po e flas. Sa ndihmon kjo kur ne flasim haptas, ndonjëherë ballafaqohemi me ankthin edhe në mënyrë duke bërë edhe shaka, si momente në fillim të intervistës edhe nuk isha rahat dhe ndonjëherë nuk e di mas vet ka po vinë se isha shumë mirë, edhe ndonjëherë edhe ndaj shefave mundem me rap sa ajo ishte shumë mirë, çka e gjet. Por ankthi dhe sulmet e panikut vërtet e hapin ndjecinë që qoftë me lanë dhe mikrofone dhe me prej studios. Dhe ata që nuk e kalojnë, nuk e dinë se çfarë lufte e madhe ndodh brenda nesh dhe sa shtrëngim I madh është me u ballafaqu, por ajo kalon. Kështu që urrej të shpresoj që sa të pak edhe unë do të jem motiv për gjithë ata në këto momente që po kalojnë ankth kudo që janë, kjo kalon dhe pas një periudhe qetësohesh dhe kur fokusohet tek gëzimi edhe tek frymarrja, e vrejta që I kisha pas këtë pjesën e luftit shumë e shtrënguar. Dhe tash po e vrej sikur u shkirova dyqysh dhe kaloja I fillimi I momentit që ti po flisje në fillim, po nisha tu me ndu, ako me mujt me që emisionin deri në fund dhe më ka kov një tutë e madhe dhe një parati e madhe që po lëviz shumë. Sa na ndihmon kjo, nëse ne flasim hapur, ndonjëherë edhe bëjmë shaka me ankthin që këtu jemi për me ndihmu njëri tjetrin sepse edhe ankthi na këndjell shumë herë. Po ki drejt plotësisht sepse na tash po flasim haptas edhe kena një mision. Edhe misioni jam edhe juti në këtë rast është që mi ndihmu njerëzit që na dëgjojnë përmes radios. Pavarësisht që mirë po tash ti mo e ke përpunu dhe e din saksisht, po naherë nuk është shumë mirë na me tregu gjithkujt për ndjenjat tona të mbrëmshme. Sepse njerëz të tjerë për rreth kanë prirje ndonjëherë me na rikujtu. Jo që e stigmatizojmë, sepse shpesh na nuk jena ngosh që na stigmatizon dikush ose që na thotë ti po shkon te psikologu dhe e çmend, punë e madhe. Na shta edhe që kjo është puna e parë që të dush mu pajtu dhe do thoj njerëz çka doin, sepse na shta çdo fjalë të njerëzve të tjerë, po bën që ti nuk je të kujdes mjaftueshëm për vete. Po. Edhe ti dush me kohë gatshëm u mbrojt, me kriju kufit e tu që këto mos më të bë përshtypje. Mirë po, tash pavarësisht misionit tonë është e preferueshme që njerëz që kanë probleme me ankthin mos me nda këto me njerëz të tjerë, me ndavesh me njerëz të afërm që I kanë. Për shembull, nëse nuk e di kur të tham diçka për ankthin tam, çka kam e marr prej te ose që na kena më kuptu, atë më mirë është nashta mos me thon. Tash to pe flasim për njerëz të tjerë sepse është ndryshe figura jote, ndryshe është kur unë tham, sepse secili prej neve në një fazë tjetër caktuar na kena me kalu përmes ankthit, përmes depresionit dhe kena me pas një problematik. Që ti e the prej 3 vetëve ose prej 4 vetëve, patjetër njëri ka me pas një problem caktuar, dashtum se s'dashtum. Pastaj çush kena me kalu dhe çush ka mos zgjidh, kjo është shumë personale. Që është shumë personale në kuptimin sepse na vet dojna me pa qët problem. Tash para unë e pa ta tendenca me thonë që këtu nuk janë smundje. Dhe pra po tham, na duhet me pa misionin që e ka ankthi që ka ardhur te na. Mos me pa si të keq, sepse ankthi
kur kena ankth mungon pasiguria. Kështu çka po ndodh me mua tash në këtë rast? Kam edhe mujt mja dal, kamera, aja kjo do më është një diçka mrena për mrena që po vinë të onë gjithë ato menime për me gjetë një mënyrë që unë me kom maj sigurt, me kom maj mirë, me kom maj pranushëm për njerëz të tjerë. Kështu që për një moment e harrej atë pjesë dhe fokusohen në ato që ka po ndodh. Kjo shpesh unë e shoh që është shumë e zakonshme për këtë gazetar. Në fillim kanë ndridhet zoni, e kanë një pasiguri të vetën derisa e krijojnë ambientin e vet. Kështu që na nuk do të mu friksu shumë prej shtynë situata të pasigurta, sepse çush e vrejtë edhe ti, apshe prej një situate të pasigurt na po krijojnë asiguri. Dhe kjo është tendenca e ankthit me na animu neve, prej pasigurive tona na me kriju siguri të caktuara. Kështu tek e fundit s'është kur gjaja është thjesht një tension mrena për mrena meje, që po dënë me mba ma të vedishëm, po dënë me mba ma të fort. Dhe na kur thujena ma të vedishëm dhe ma të fort, njërës mundë me tha po vesh që nëse mënyre ti po ma ban rafsh. Jo nuk jam të e ban rafsh, sepse qaj është misioni i ankthit. Sepse nuk vinë rastisht problemet e shëndetit mendor tek një person, veç se kanë një mision caktuar. Qaj misioni është që njerëzit mu fillu, mu mirë ma seriozisht me vetën e tyre. Patjetër janë edhe këto qëndrimi në orët e vona, pastaj ekspozimi me shumë njerëz, se ndonjëherë duhet me pas edhe një kufi edhe një pushim edhe një orar për veten. Na jetojmë një jetë tepër stresuese. Kërkesat e shefit, kërkesat e njerëzve për rreth, kërkesat e shoqeve, kërkesat e shokëve, kërkesat e fëmijëve, edhe jeta është tepër dinamike. Edhe sa na killa me mujt mu përshtat që sa jetës dinamike. Kështu që normal që paraqiten problemet caktuara të shëndetit mendor, për me animu, për me u ballafaqu me gjithë që të stresin për rreth që na e kena, sepse nuk është e lehtë. Pyetjet e zakonshme kanë qenë edhe tek të tjerët që kanë pasur që e përmende edhe probleme të cilat kanë reflektuar pastaj edhe me shenja simptome në trup. Për shembull, pyetjet kanë qenë disa që a mundet atë shumë me reagu sa me i dhim dikuj gjoksi, apo me i dhim të lukthi, apo me u dridh këmbët atë shumë, a është e mundur deri në atë shkallë. Dhe sa ndihmon pikërisht psikoterapia trupore. Psika dhe soma, ato i takojnë njëna tjetrës para se me kontë ndone. Edhe gjendjet tona fizike, edhe gjendjet tona kushtimisht shpirtërore, ato janë të përbashkëta para se me kanë veçmas. Kështu që në qoftë se na kena ankth, normal që kena me pas edhe simptomat në trup. Në qoftë se kena depresion, shumë normal që kena me pas edhe simptoma në trup. Nëse kena grip, në këtë rast edhe grip. Se disa i kanë tek gjoksi, disa tek këmbët, disa tek lukthi. Tash filozofia e psikoterapisë trupore është se ngjarjet jetësore bllokohen në një pjesë caktuar të trupit. Zakonisht çështja e ankthit e atakon pjesën e përparme, për shembull prej noflës edhe gjoksit, toraksit këtë rast. Përderisa aja dhimbja, gjithherë dhimbja, kur kena dhimbje, na fillimisht e ndijmë te barku. Mi po tash çështja e barkut është sepse lukthi, zorët, përgjithësi organet e brendshme janë të atakune me dhimbjen e tyre. Dhe gjithçka që na vjen atakon, çdo ngjarje atë bllokohet në barkun tonë. Kështu gjithherë nim në bark. Dridhjet e këmbëve. Dridhet e këmbëve janë, pastaj dridhet e këmbëve, na i thojnë ekstremiteteve, durt edhe këmbët janë nevoja jonë për me ik, nevoja jonë për me kon stabil, nevoja jonë me mrri diçka. Kështu që gjithherë një pjesë e caktuar e trupit është e lidhur me një problem të caktuar në trupit. Përderisa stresi dhe ngarkesat tona në punë gjithherë janë pjesë e shpinës, e qafës. Dhe nëse sheh njerëz që punojnë shumë, e vren që na kena tendoset vërtet ajo pjesë. Ose të shtrëngune punën e muskujve të shpinës. Kështu që normal që gjithçka ka më u shfaq tek trupi jon. Si dhimbja, si një ndjenjë caktuar, si dyshimet, gjithçka ato ka me ataku patjetër trupin ton. Dhe kjo më duket tek dyshimet kur po e përmend është kur ti qetësohesh dhe prap ose pas disa orësh ose të nesërmen ose pas disa ditësh sërish e ndjen atë shqetësim dhe kur bëhet të shpesh pastaj njeriu fillon edhe të friksohet që mos ka ndonjë problem tjetër shëndetësor apo psikoterapia a i lehtëson pikërisht edhe këto që edhe me kuptu që a ke nevojë se ndoshta ka raste dhe kur ti vërtet duhesh me vizitu mjekun edhe me u vërtetu që nuk ka ndonjë problem tjetër fizik. Përgjithësi psikoterapi na mësojnë që ana organike do të më eliminu fillimisht. Për shembull njerëz kanë dhimbje gjoksit edhe kanë dyshime që kanë probleme me zemrën, atëherë do të më eliminu kjo pjesë. Çush eliminohet? Kontrollat e kardiologu, internisti, edhe kemi eliminu. Pra pasi që ti kemi bërë gjitha ekzaminimet ku i kemi frikën apo shqetësimin, atëherë edhe fillohet punohet pasi që kemi bërë disa ekzaminime,
Të gjitha, sepse njerëzit kanë herë mendjen e tyre kanë patjetër me bë me rein, me bë inqizime të fella, me bë CT-a, me inqizu trunin, mi po nëse se s'ke pas asnjëherë në asnjë krizë vetdijes, normal që nuk është shumë e preferueshme që ti me bë tash inqizime trunit. Mi po njerëzit mundën me pas që të vezves, mundën me pas që të obsesion. Kështu që normal, pjesa e parë e eliminimit është pjesa organike. Pjesa organike ndonjëherë i bën për shembull një bakteri e thjesht në zor ose në lukt, ajo mund të më shkaktuar ankth, mund të më shkaktuar depresion. Pastaj vitamina D, tiroidet. Këto janë elemente të cilat mundën me shkaktu probleme të caktuara edhe në shëndetin mendor. Tash unë përmena me ty pare ma herët një libër, për shembull kur trupi thotë jo, e ka bërmate çaj bjen kjo, që unë në jetën tanë përditshme nuk kam ditë me funksionu ç'është dot, edhe trupi ka filluar me thonë jo. Ç'është fillon me thonë jo? Vitaminën D, ajo është një jo e jonja. Tiroidet është një jo e jonja, sepse trupi për në thotë bëllmo, nuk jeti u kujdes mjaftueshëm. Sepse edhe yndyrra në gjak, edhe diabeti, edhe këtë flasim për stilin e jetës. Dhe nëse ti nuk e bën stil të jetës në aspektin shëndosh, në aspektin fizik, qoftë edhe ushqimet, qoftë aktivitete fizike, i bën që normal që çaja ka më shfaq pastaj një pjesë të caktuar në trupin tan, diçka të tillë s'ka me funksionu. Jo, po normal ideja e parë është mu eliminuar anorganike, kur eliminuar anorganike, pastaj kemi shumë të lehtë. Na thënë klinikisht shumë të lehtë, sepse çështjet e shëndetit mendor janë tepër thjeshta. Mi për në hera ato e kanë një faktor organik i cili mundet mi nxit her pas here. Për shembull mos funksionimi i mirë i organeve të brendshme, qoftë këtë rast i zorëve edhe i lukthit, i ban që her pas here ai ka me paraqit ankthin, ka me paraqit panikon. Sepse tash unë kam hangër fli, kushtimisht, edhe ajo flija tash vazhdon ajo tretja nuk është me njëherë, ose mishi një koq, edhe nuk tretet me njëherë. Dhe tash aja shkakton fryrje, shkakton dhimbje, që aja dhimbje tash mundet me nxit edhe me kon nxitës i ankthit, ose i probleme tjera, so veç jam i gatshëm me këtë pjesë. Ose për shembull në toraks, me shkakton aja dhimbje, edhe zor ndonjëherë në pjesën e shkaktojnë dhimbje shumë shpesh në pjesën e majt, edhe unë më njëherë kam dyshime, zemra, sepse zemra është knena. Jo, po zemra fatkeqësisht veç një herë dham. Qasi heri kam edhim, qasi heri na shkum. Që i bjen që kjo është diçka shumë e mirë, do të dhem pjesa e majt, por nuk është të dhim zemra, është të dhim një pjesë tjetër, ose pjesë caktuar të mrena për mrena, do organizmit tam. Që na do të me ka të vetëdijshëm, edhe të vëmendshëm, për ato që ka po ndodh mrena neve, edhe me i pa mos funksionimet e trupit. Për shembull nëse kam tiroidën, është shumë normale her pas here më bën nervoz. Po s'është patjetër unë tash me përdor ilaçe për nervozën ose për ato, dhe tash vëdësohna që unë po bëhem nervoz për shkak të kësaj pjese. Ose të diabeti, ose të yndyrna në gjak, ato kanë me prish edhe në gjendjen tona psikologjike. Kështu unë filloj më mirë seriozisht me gjendjen të mbrëmshme, me aktivitetet fizike, edhe kjo ka me pru një proces të shëndetshëm, edhe shumë të shpejt të problemeve tona shëndetësore, qofshin fizike, qofshin organike. Kështu që në psikoterapi trupore na i përfshim të dyjat, e përfshim pra edhe trupin, për me eliminuar anën organike, normal jo psikoterapisti trupor, po mjeku. Dhe na do të më mësu, sepse nuk jena mësu hala që të pjesë, për shembull psikolog kanë tendencë mi nal njerëz hajt se veç pas ke ankthi, edhe nuk i kurgja dhe nuk e referojmë deri te kardiologu. Mi po dhe kardiologu na herë do të më ditë që nuk është çështje veç e pulsit, po rritet pulsit, tash ka këtu një faktor, çështja e pulsit në herë është edhe shumë psikogjene, dhe ty dush me ka i gatshëm shku me bani kontroll tek psikologu. Kështu që kena keq kuptime mes profesionistëve, para se njerëzit vetë, sepse njerëzit janë hall, ata dohet me ditë një adresë caktuar ku shkojnë. Jo, po profesionistët na nuk jena halot gatshëm me pas një bashkëpunim të mirëfillt, edhe secili me kry punën e vet, për çato çka është i thirrur me çështje etike. Kështu që ndonjëherë psikiatrat merren me çështje psikologjike, psikologët merren me çështje psikiatrike, dhe janë çështje që edhe pse jena shumë ngushtë edhe të lidhur profesionalisht, na duhet me kot gatshëm me pa njëri tjetrin si bashkëpunëtor, edhe mi ndihmu një tjetrit. Për shembull fatkeqësisht unë ne pa në TikTok, na shta dhe ju e keni pa një kolegi joni, profesionist i shëndetit mendor, i cili thotë vetë ankthi veç me ilaçe edhe nuk ka zgjidhje tjetër. Mi po veç marrësh te ankthi, veç ilaçet s'kan me bë punë. Ato kanë me kry punë herë caktune, në një fazë caktune të jetës. Mi po nuk ka me kanë te ankthi ilaçet primare, mund me ka primare të depresioni, të probleme tjera diagnostifikuese të shëndetit mendor. Pra të ankthi ilaçet jo patjetër që ilaçet të ankthi, sidomos të ankthi, unë tham shpesh, kisha mi lënë njerëzit çashto.
kisha me lënë njerëz të moshë karravit, me pas keq atë ndjenja dhe me ndodh shkarkimi. Dhe me pa vetë ju sepse njerëz të ankth e shohin ka dalë. Sans është kjo. Çështati po bajnë humor edhe me veten e vet lemës, hajgar po bajnë me veten. Çysh po arrijun me menu që po më shpirta e shtëpisë është më shuçë sa. Kështu që njerëzit më munu me trajtu vetë ju problemet e tyre, ty përdor edhe trunin edhe vetën e vetë. Si do mos ty e përdor trupin e vetë. Psikoterapia pasi që jemi në fund, sa herë në javë praktikohet apo duhet të praktikohet për me pas edhe efektin? Tash përderisa bota u bë shumë materiale, me na vetë neve si psikoterapista çdo ditë. Megjithëse kemi nevojë çdo ditë. Mirë, po në psikoterapi nuk lejohet. E mira kish me qenë sepse njerëzit në psikoterapi mos me kriju varshmëri prej psikoterapistit. Na krijojmë varshmëri edhe prej profesionistëve shëndetësor. Për shkak që po na pëlqen një mjek, na pëlqen një psikoterapist, na pëlqen një psikolog, dhe krijojmë një farë varshmërie që është e nevojshme me pas si mbështetje. Fetimia tregoi mu pëlqen shumë Mar Bërzeka kur e tregova që kemi me pas mysafir. Edhe ta e du shumë si psikoterapist. Në Facebook, ato i bajmë like kanë janë. Po njëherë një javë është e mjaftueshme. Fillimisht në psikoterapi fillojmë njëherë një javë, pastaj çdo 2 javë, pastaj çdo muaj, pastaj mundum çdo muaj me vazhdu për një kohë, sepse në psikoterapi trajtimi është proces më i zgjatur, nuk është proces i shkurt. Mirë, por në të kundërtën nëse unë tham hajde çdo ditë, i bën që nuk është puna mirë me mu si profesionist. Klientat e mi është e natyrshme që ata me kërku me orë çdo ditë. Mirë, por nuk është etike prej anës tam që ata me orë çdo ditë. Pra normal që kjo po bëhet materiale. Sepse bota është bërë shumë materiale. Mirë, por çka është e mirë të çështjet materiale në psikoterapi, ndryshe për çdo profesioni tjetër, na kena fillu dhe kena thënë, shiko, na pa parë nuk punojna. Po parë nuk i kena qëllim. Që i bjen që na kena fillu si profesion me marrë të ordra prej klientave tonë dhe çaj standard vazhdon. Përderisa profesionistët tjerë shëndetësor kanë fillu me ndihmu njerëzit veç në mënyrë humane. Edhe në mënyrë humane kanë bënë. Pra ju dihet për fillimin që me pagesë, megjithëse unë e them që shumë herë është e mirë kur është diçka me pagesë, vetëm për atë aspektin që kujdesesh më shumë ndardhmës e din që ti duhesh me pagu. Dhe kur e din që duhesh me pagu, je pak më i kujdesshëm në ndardhmën. Na jena shumë pak kujdesshëm për çështjet e una të mbrëmshme. Për shembull, nëse është pyetje me shku tek këto për mu zbukuru. Po, atyre. Nëse është një pyetje tek veshja, prap kushtojnë shumë shtrenjtë. Mirë, po edhe nëse është në pyetje çështje shëndetësore, na nuk hezitojna mi bën pagesa për merein, për CT-n, për te kardiologu, te gastrologu, te neurologu, te gjithçka tjetër. Në kur është në pyetje psikologu, këto valla nuk ban, sepse shumë shtrenjtë po kushton. Në realitet është më e lirë se sa gjithçka tjetër, sepse statistikisht kur është bëhen matjet, kanë treguar që psikologu ka më kushtuar shumë më lirë se sa gjithçka tjetër. Sepse psikologu, psikoterapisti, psikiatri kanë më animu na me u vedisu për veten tonë, edhe pavarësisht që për shembull atë psikiatri na përdorom ilaçet, pra psikiatri të vedison që shiko, nuk është këtë puna të ilaçet. Është puna pak që ti ilaçet me qetësu, 50% me kryt punës, mirë po 50% edhe ti ki me funksionu diçka, ki me bën diçka. Sepse çka është tek e funit në shëndet mendor, ti dosh mu vedisu për veten tonë, dhe çaj vedisimi ka me ti mu pastaj me trajtu çështje. Sa minuta zgjat psikoterapia trupore? Minimumi është 40 minuta. Po dhe maksimumi është 40 minuta, 40 minuta. Nashta mundet me zgjatë edhe 25. Sa kushton një seancë e psikoterapisë trupore? Unë kapi kulli. Te fare. Një seancë standarde është 30 euro, që ashtu na kemi deklaruar te Asociacioni Evropian, që minimumi një seancë është 30 euro. Mirë po, kjo është shumë për klientat tonë, sepse 30 euro, me dhonë mrena mujtë, 4 seanca, po i bjanë bagi shumë. Mirë po, që kena me bon? Për neve është pak, për rina tonë është me të vërtet shumë. Normal, po në qoftë se i shufim pasaj dobi që në e psikoterapia trupore, vërtet na ndihmon shumë më shumë. Te mon edhe te kolegët e mi, që na pa parë nuk punojnë, po parë nuk i kemi mision, që i vjen që kushdo që ka nevojë, na vjen në seancë, dhe kur vjen në seancë, normal që kjo është çështje e diskutueshme. Arë psikoterapia trupore është e shpesht, ka ndonjë qendër që kryhet në Kosovë apo në për ordinanca? E kemi asociacionin kosovar për psikoterapi trupore,
dhe ajo është qendra ku e mbikëqyr profesionalisht këtë Munden marrë aty klientët? Mirë po pastaj kemi 10 profesionistë të ndryshëm që të mundu me gjetë psikoterapi trupore. Normal kemi edhe një numër të studenta tonë që janë psikolog klinik, mirë po që Ti për vete praktikon në ndonjë ordinancë apo psikoterapin trupore shpesh njerëzit nuk e preferojnë qash shumë. Për shembull në fillim nuk dojnë që ti na mësoj me frymarrje, mësoj na me toksimin, mirë po në psikoterapi trupore ndryshe për psikoterapive tjera na kemi edhe prejkje. Dhe njerëzit e na sa janë të gatshëm, na fillimisht do të mi përgatit për prejkje. Mirë po psikoterapia trupore është psikoterapia më e fuqishme që mundet me ekzistuar. Ku munden me gjetë ata që dëshirojnë në rrjetet sociale, ju mundeni me shkruajt Arbër Zeken ose edhe kolegët e mi tjerë, për shembull Antigona Qenaj, Emine Seferaj, Enver Çeskon, këta janë psikoterapista trupor. Mirë po baza jonë është Asociacioni Kosovar për Psikoterapi Trupore, kurse në Instagram jena psikoterapia trupore. Kështu që ato i kemi të gjitha informatat edhe për profesionistët, edhe për edukimin në psikoterapi trupore, edhe çështjet e tjera të cilat janë të rëndësishme ose në interes për popullatën e gjerë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit ty prap, sikur në fillim që ti po e ban të rëndësishme profesionistët e shëndetit mendor, edhe shpresoj që kime marrë shpërblim shumë të madh, dhe nëse nuk merr, ti të paktën ti je e kënaqur me veten tonë, që po bën një punë të mirë, që njerëzit me marrin informata në raport me gjendjet e tyre të mbrojtshme. Faleminderit shumë për këtu jemi një ekip shumë e madhe, kështu që një falënderim për gjithë stafin e RTK Radios programit të dytë.